Nga gjithsej 310 kandidatë të pranuar, shqiptarët, turqit, romët, sërbët dhe pjesëtarët e komuniteteve të tjera e shumicë janë vetëm 11, ndërsa shqiptarët përbëjnë më pak se 3%. Kjo nuk është përfaqësim i drejtë dhe adekuat, por një shpërfitirim i strukturës reale të popullsisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, thanë gjatë një preskonferencë nga BDI-a. Integristët thonë se ky konkurs nuk është rast i izoluar. Ai është vetëm një tjetër dëshmi e një politike që po i përjashton shqiptarët nga institucionet e shtetit, veçanërisht nga organet e rendit dhe sigurisë. Më shqetësues është se ky fenomen po prek edhe komunitete tjera e shumicë, po krijohet një supremaci institucionale që përshkon një mendësi moniste. Bashkimi Demokratik për Integrim kërkon që ky konkurs të anulohet menjëherë dhe të përsëritet mbi kritere që garantojnë përfaqësim real dhe adekuat të gjitha komuniteteve në vend. Përgjegjësia politike për këtë situatë duhet të jetë e menjëhershme. Zëvendës Ministri i Punëve të Brendshme duhet të japë dorëheqje, sepse prania formale e tij në këtë pozitë nuk mund të shërbejë si alibi për përjashtimin e shqiptarëve nga institucionet që duhet t'i përfaqësojnë të gjithë qytetarët. Njëherët kërkojmë që në strukturat e policisë, rendit dhe të sigurisë të vendosen mekanizma të qartë, të matshëm për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, nga rekrutimi e deri tek pozitat drejtuese. Nga 310 nxënës të pranuar në shkollën e mesme të policisë 7 maj, vetëm 9 janë shqiptar, më pak se 3%. Në këtë mënyrë reagojnë edhe nga Alianca për Shqiptarët. Sipas kësaj partie, kjo do të thotë se përbërja e sotme e kësaj shkolle do të reflektohet drejt për drejt në përbërjen e policisë në vitet e ardhshme, duke drejtuar akuzën në adresë të partisë shqiptare në qeveri. Ku është vleni përballë atij diskriminimi flagrant? Ku janë funksionarët shqiptar në qeveri dhe MPB? Si mund të heshtin kur shqiptarët përfaqësohen me më pak se 3% në një institucion kaq të rëndësishëm për sigurinë e shtetit? Pas gjithë premtimeve për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, rezultati është 310 të pranuar dhe vetëm 9 shqiptar. Kërkojmë transparencë të plotë për konkursin, numrin e kandidatëve shqiptar që kanë aplikuar, mënyrën e vlerësimit dhe arsyet që kanë sjellë deri te një rezultat kaq skandalos. Sot duhet të flasim me fakte, jo me propagandë, ka qenë mesazhi i zëvendës ministrit të Brendshëm Astrid Tiseni, të publikuar në rrjetet sociale. Sipas tij, pas 26 vitesh, Akademia Policore po rikthehet, që në fillim ne kemi bërë thirrje të vazhdueshme që sa më shumë të rinj shqiptar të aplikojnë dhe të shfrytëzojnë këtë mundësi, tha ai. Interesimi i shqiptarëve për këtë konkurs nuk ka qenë afër pritshmërive tona. Edhe nga ata që kanë aplikuar, një numër nuk janë paraqitur në fazën e testimit, duke u tërhequr faktikisht nga gara. Prandaj është e pandershme politikisht të thuhet se shqiptarët janë përjashtuar, pa treguar sa kanë aplikuar, sa kanë vazhduar procesin dhe sa kanë plotësuar kriteret e përcaktuara. Ne nuk do të lejojmë që një proces institucional të shfrytëzohet për të krijuar ndjenjën e përjashtimit të qytetarit shqiptar. Luftojmë për përfaqësim real, mundësi të barabarta dhe qasje të drejtë në çdo institucion. BDI si them, mos e përdorni interesin e shqiptarëve për politikë ditore. Vetëm 9 nxënës shqiptar nga gjithsej 310 të pranuar do të ndjekin programin 2 vjeçar në shkollën e mesme të policisë 7 maj, e njohur më herët si Akademia e Policisë. Nga 310 nxënës gjithsej, vetëm 9 janë shqiptar, ndërsa pas përfundimit të shkollimit 2 vjeçar, mësimi do të zhvillohet vetëm në maqedonisht. Të gjithë kandidatëve u garantohet punësim në Ministrinë e Punëve të Brendshme pa shpallje publike në vendin e punës si polic.